Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar të pranishëm, sonte kemi arritur në rrugëtimin ton deri tek nata e 4, ku do të mësojmë se kush do të jetë fituesi i radhës. Kush do të përgjigjet më sakt që të udhëtoj në rrugën e dijes drejt finales së madhe. Shkojmë me një ashere. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Sponsorët e kuizit të diturisë Lexo 2016 janë Microsystem Scorp, Autoshkolla Teuta Timoni, Riha Band, Oro Cafe, Loco Company, Electrogazi, Ambultore Sala, Kuzhina Dehari, Genius Farm, Mobiliaria Visioni, Euro Thermosystem, Ndërmarrja ndërtimore Qarku, Marketi Zenicom, Open Style, Europlast, Gomisteria Continental, Visioni M, Logosan, ndërsa sponsorët medial janë Foto Studio Melo dhe TV2 Festival. Ndërkaq, sponsor general i kuizit të diturisë Lexo 2016 është Beni Gross Market. Komisioni përbohet nga Amit Shabani, Hoxh Dovordo, Gjevat Haliti, profesori gjuhës shqipe Dovordo, Fatmir Akipi, profesori ekonomisë Toplic, Jeton Ahmeti, magjistër i historisë Dovordo. Garuesit për natën e sonte janë Semra Gjeladini Negoti, Shkolla Mesme Komunale Gjimnazi Gostivar viti i parë. Muala Halimi Toplic, Shkolla Mesme Komunale Ndjekësis Gostivar viti i parë. Ensari Seini Dovordo, Shkolla Mesme Komunale Ndjekësis Gostivar rësh viti i parë. Rubrika e parë është me A, B, C.
Kandidatëve ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërin prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 4 pikë, dhe nëse një kandidat përgjigjet saktë, fiton 5 pikë. Pyetja e parë. Në cilën sure Allahu Gjeleshanuhu flet për Dhulkarneinin? A. Suretul Bekare, B. Suretul Jusuf, C. Suretul Kehf. Përgjigja e saktë është C. Pyetja e dytë. Sa vjeçar është martuar Muhamedi a.s. A. 20 vjeç, B. 25 dhe C. 30. Përgjigja e saktë është B. Pyetja e tretë. Kush e shkroi vjershën Lagja e Varfën? A. Azdreni, B. Noli, C. Migjeni. Migjeni pra e saktë. Pyetja e katërt. Cili kontinent ka përqindje më të vogël të popullsisë urbane? A. Amerika Jugore, B. Afrika, C. Australia. B e saktë. Pyetja e pestë. Në cilin vit u krijua Pakti NATO? Në vitin 1949, 1955 dhe C. 1950. A është e saktë. Pyetja e gjashtë. Cila prej këtyre shkencave është shkencë interdisciplinare? A. Fizika, B. Biologjia, C. Biokimia. C është e saktë. Pyetja e shtatë. Në cilin vit u mbajt botërori i parë në futboll? A. 1930, B. 1934, C. 1926. Përgjigja e saktë është A. Pyetja e tetë. Me laçet janë krijesa që han dhe pin, nuk han dhe nuk pin, han dhe nuk pin. Përgjigja e saktë është B. Pyetja e nëntë. Si quhet pushtuesi i ditë i Kutsit pas 88 vjetëve që ishte në dorë të krishterëve, i cili u ka shkatruar humbje të mëdha kryqëzatave? A. Halit ibn Velid, B. Salahuddin Ejubi, C. Tarik ibn Ziyad. Përgjigja e saktë është B. Pyetja e 10. Çka shpiku Galileo Galilei? A. Teleskopin, B. Shtipshkronjën, C. Kompasin. E saktë është A. E ftojmë për të na kënduar një ilahie Ainur Rufati.
Shkoj me rezultatet nga rubrika e parë. Semra Gjeladini me 30 pik, Muala Halimi 30 pik dhe Ensari Seini 30 pik. Rubrika e dytë është me po, jo. Kandidatëve ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërin prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 4 pikë, dhe nëse një kandidat përgjigjet saktë, fiton 5 pikë. Pyetja e parë. Druri i mallkuar është Ez-Zekum, i cili gjendet në Xhehenem, Fer. Po, është e saktë. Pyetja e dytë. Fjalia njeriu për njeriu është ujk, është fjali e përbërë. Jo, është e saktë. Pyetja e tretë. Në hapësirat e larta në plafon gjithmonë gjendet ajri i ngrohtë. Po, e saktë. Pyetja e katërt. Muhammed Ali ka qenë kampion boksi 3 herë. Po, është e saktë. Pyetja e pestë. Rënja e Konstantinopolës në vitin 1453 e shënon fundin e perandorisë persiane. Jo, është e saktë. Pyetja e gjashtë. Kryeqyteti i Slovakisë është Budapesti. Kandidati ja, ju lutem shtyp një butonin. Përgjigjja e saktë është jo. Pyetja e radhës është pyetja e 7. Për maqen e vëllimit të caktuar të lëngjeve përdoret menzura. Po, është e saktë. Pyetja e 8. Hapësira e pafund me qiellore quhet atmosferë. Jo, pra. Pyetja e 9. Autori i librit E drejta islame është Jusuf Kardavi. Po, e saktë. Pyetja e 10. Qëllimi i shkencave të tefsirit është të kuptuarit e Kuranit pa më lartë. Po, është e saktë. E ftoj me një ilahie na këndoj Zeide Rufati. Si s'mund të kthej atë kohën ma, kur m'thoj shevla, e t'thoj shofla, kur e ne u deshtëm për Allah, kur vetëm gjumi në kënda, kur e ne u deshtëm për Allah, kur vetëm gjumi në kënda. Sot një ezan dyve në thret, me sym shikon, me goj s'ma flet, as pas kam vet një pik rahmet, që ky hidrim me zgjat me vjet, a thut është zemrat na jam pagur, që ndërmjet nesh kemi pamur, nëse të dy sinojmë gjennet, pse vllat her me pas as het, nëse të dy sinojmë gjennet, pse vllat her me pas as het. Sot
të shohim me rezultatet për rubrikën e dytë. Sena Gjeladini ka fituar 24 pik, Muala Halimi me 28 pik dhe Ensari Seini me plot 33 pik. Rubrika e tretë është rubrika e shkronjave. Valmir mund t'i dorëzoj. Kandidatëve ofrohen disa shkronja. Kandidatët duhet të formulojnë një fjalë e cila do t'i përfshijë të gjitha shkronjat. Fjala duhet të jetë e shquar e gjinisë mashkullore ose femrore. Nëse asnjëri prej kandidatëve nuk përgjigjet me të gjitha shkronjat, mund të ketë përgjigje me më pak shkronja, me kusht që fjala të jetë e shquar e gjinisë mashkullore ose femrore. Kandidati fiton aq pik sa shkronja ka fjala. Koha për përgjigje do të jetë 60 sekonda. Koha ka filluar. Stop. Jep ja që të shko dhe këti gjoni me një dhe të sobë. Koha ka filluar. Edhe 5 sekonda keni në dispozicion. Këto ishin shkronjat: F, A, Q, J, E, I, K, L, R, A, E dhe N. Dhe zgjidhja është çerek finalja. Përgjigjet e saktë nuk kemi. Kandidati nën A, përgjigjet e parafort Rakia, është e saktë, fiton 5 pik. Kandidati B ka përmendur Karikja, nuk i plotson kushtet për shkak se kemi vetëm një K dhe jo D. Dhe kandidati C ka shkruar Faqja, ndërsa në gjuhën shqipe është e Faqja me Q. Me thonë nuk ka, vetëm kandidati A fiton 5 pika këtë rubrikë. Koha juaj ka filluar.
sekonda. Këto ishin shkronjat: A, L, D, A, T, E, R, K dhe A. Dhe zgjidhja është deklarata. Kandidati C e ka të saktë dhe fiton plot 10 pikë. Mund të fillojmë. Stop. Këto ishin shkronjat: Një, Z, A, I, O, L, Z, A. Dhe zgjidhja është Xixëllonja. Të tre kandidatët kanë përgjigje të saktë. Fillojmë. Këto ishin shkronjat T, A, S, I, K, N, A dhe S. Dhe zgjidhja është sintaksa. Kandidati C e ka përgjigjen e saktë. Shkojmë me një ilahie dhe eftojmë Sulejman Halitin. O Resul
zan Kur ngritëm të jape zanin Malën gjimi më kaplon E gjithë kjo bot pare solin Vetëm shpirtin më ngushton E gjithë kjo bot pare solin Vetëm shpirtin më ngushton Ja Rasul Allah Ja Habib Allah Ja Rasul Allah Ja Nabi Allah Vjen nomeri me Ubejdin Në lusin me lot nësin O Bilal thire zanin Në dëgëzohet aj nebi O Bilal thire zanin Në dëgëzohet aj nebi Shlirimin kutsi sherifit është dhurata e Zotit ton Toke Isras dhe Mirajit Sot Islami e pranon Toke Isras dhe Mirajit Sot Islami e pranon Ja Rasul Allah Ja Habib Allah Ya Rasul Allah Ya Nabi Allah Shkojmë me rezultatet nga rubrika e tretë. Semra Gjeladini me 13 pik, Muala Halimi me 8 pik dhe Ensari Seini me 25 pik. Rubrika e katërt. Rubrika e katërt do të jetë me imazhet. Në këtë rubrikë secilit kandidat i jepet nga 4 fotografi të mbuluara të karakterit të përgjithshëm. Nëse kandidati e di përgjigjen, ai vazhdon me imazhin e radhës. Në të kundërtën, udhëheci e jep përgjigjen e saktë për të vazhduar me imazhin e radhës. Për përgjigje të saktë, kandidati merr 3 pikë, ndërsa koha për përgjigje është 5 sekonda. I njëjti rregull vlen për të gjithë kandidatët. Kur do të kalojnë 5 sekonda, pastaj ne duhet ta hapim nëse ju nuk keni përgjigje të saktë. Flamuri i Meksikës, nuk keni përgjigje të saktë. Bashkësia e numrave real. Oktapodi. Është Meduza, nuk e keni të saktë. Po, është e saktë. Kalojmë me kandidatën B. Brazili. Është e saktë. Është këndi. Po, e saktë. Viber. Po, është e saktë. Kaloj me kandidatin C. Argentina. E saktë.
stop. Sistemi koordinativ këndrejt. Është kali i detit më. YouTube. Po, e sakt. Shkojmë edhe me një ilahi nga Bujamin Berami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله علي تدري نرزمت يا رسول الله تيبولا بيغمبر يا نبي الله ما تفياش بلاد صور يا محمد مصطفى ما تفياش بلاد صور يا محمد مصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله عليه Me rezultatet nga rubrika e 4. Semra Gjeladini me 3 pik, Muala Halimi me 9 pik dhe Ensari Seini me 6 pik. Rubrika e 5 do të jetë me pyetje të përgjithshme. Secilit kandidati ofrohen nga 7 pyetje. Nëse kandidatit të cilët i është ofruar pyetja nuk përgjigjet saktë, atëherë përgjigjen e saktë e tregon udhëheci. Përgjigja e saktë vlerësohet me 5 pikë. Kandidati A. Pyetja e parë. Melekët e mëdhenj të Allahu Xheleshanuhu janë Gjibrili, meleku i shpalljes, Israfili, meleku që do t'i bjerë surrit një herë gjatë kiametit dhe një herë gjatë ringjalljes, Mikaili është meleku i furnizimit dhe Israili është meleku i vdekjes. Përgjigja joje është e saktë. Pyetja e dytë. Cili pejgamber është hudhur në zjarr? Ibrahimi a.s. E saktë. Pyetja e tretë. Çka do të thotë fjala tsunam në shqip? Vale lartë ose vale më vale? Është e saktë. Pyetja e katërt. Kur filloi lufta e parë ballkanike dhe kush e filloi? Me 9 nëntor të vitit 1918 dhe fillojnë Malizi. E saktë. Pyetja e pestë. Cili karbohidrat është i njohur me emrin sheqeri i qumështit? Laktoza. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e gjashtë. Sa rasa ka emri në gjuhën shqipe dhe cilët janë ato? Emri ka 5 rasa, emrore, gjinore, danore, kallëzore dhe rjedhore. Përgjigja juaj është e saktë. Dhe pyetja e shtatë, thënien. Kush i kufizon dëshirat e veta, për herë është jashtëzakonisht i pasur. E ka thënë? Volteri. Po, e saktë.
kaloj me kandidatën B. Shkojmë me pyetjen e parë. Tefsiri ndahet në Tradicional, racional dhe mistiko-filozofik. Përgjigjja juaj është e saktë. Pyetja e dytë. Cili pejgamber e ka gëlltitur peshku? Yunusin alayhis salam. Po, është e saktë. Pyetja e tretë. Me cilin mjet regjistrohen tërmetet? Me seizmograf. Përgjigjja juaj është e saktë. Pyetja e katërt. Kuvendi i Janikut u mbajt më Kuvendi i Janikut u mbajt në vitin 1912. datën Së është keni përgjigjur do me thënë në gjysmë, keni përgjigje gjysmak. Është 21 maj 1900. Pyetja e 5. Vija të cilën e kalon trupi në lëvizje quhet? s'kam përgjigje. Trajektor. Pyetja e 6. Në gjuhën shqipe folja ka 6 mënyra. Cilat janë ato? Dëftore, kallëzore, pyetse, Dhe lidhore, janë këto: dëftore, lidhore, kushtore, habitore, dëshirore dhe urdhërore. Dhe keni fituar 2 pikë. Dhe pyetja e 7 është, thënien, po deshet akmeresh kundër një gruaje, lëvdon ositë e saj një gruaj tjetër, e ka thënë, Sami Frashër. përgjigjja juaj është e saktë. Shkoj me kandidatin ca. Pyetja e parë, cilësitë e pejgamberëve të Allahu xhaleshanuhu janë? Fetanet, emanet, sidik dhe tiblik. Përgjigjja juaj është e saktë. Dhe ju mungon vetëm një përgjigje e saktë. Keni fituar 4 pikë. Pyetja e dytë. Kush ka udhëtuar në Hidrin alayhis salam? Musa a.s. Përgjigjja juaj është e saktë. Pyetja e tretë. Cili është ishulli më i madh në botë? Grenlanda. Përgjigjja juaj është e saktë. Pyetja e katërt. Mbledhja e Mukjes u mbajt nga? Në 23 shorë të vitë 1943. Përgjigjja juaj është e saktë. Pyetja e 5. Punën e organeve të njeriut e dirigjon? Distilimi. Sistemi nervor. Pyetja e 6. Sa bashkëtingëllore dysh e ka alfabeti ynë dhe cilat janë ato? 10 dhe ato janë dhe, gjë, lë, një, rë, shë, thë, gjë dhe zhë. Përgjigjja juaj është e saktë. Dhe pyetja e 7 është, thënien, nëse keni lindur i varfër, nuk është gabimi juaj. Gabimi juaj është nëse vdisni i varfër. Kush e ka thënë? Bill Gates. Përgjigjja juaj është e saktë. Shkojmë me një ilahie dhe eftojmë Ainur Rufatin. Edhe sot qaj me lot, kërkoj falje dhe pëndohem të ti o Zot. Jo së gjumi nuk po merë,
shumë re, s'kam mendu, se kam ditë se jetë shpejt ka me kalu, më ndihmo, ja Rabbi, ti ke mëshirë dhe ti e falës pa dyshim, më falo Zot, shtrëngon zemrave t'luton, o Zot falje të kërkoj, mi fal Zot gjinohet që i kam bo, kam gabo por mos gaboj, të vërtetën e kuptoj, se gënjesht të qenë ka kjo dunja. Rezultatet nga rubrika e 5. Semra Gjeladini me 35 pik, Ruala Halimi me 25 pik dhe Ensari Seini me 29 pik. Ndarjet e mirënjohjeve për kandidatët do t'i shpërndaj profesor Idris Emrullaj. Ajde dhe ato kitje. Rezultatet e natës së 4. Rezultatet do t'i tregoj pak më vonë. Shpërblimet për natën finale. Vendi i parë do të fitoj një laptop Asus, një çantë. Vendi i parë plus do të fitoj një komplet librash nga autori Milazim Krasniqi, Vepra. Vendi i parë gjithashtu do të fitoj voucher regjistrimi në autoshkollën Timoni Teuta për kategorinë B. Vendi i dytë do të fitoj Kika Kafe Mat, kapsula dhe oroset për kafe, plus edhe libra. Vendi i tretë do të fitoj tablet Lenovo Tab B A7 plus futrol Flip, plus edhe libra. Vendi i katër do të fitoj një smartphone Huawei plus futrol silikon, gjithashtu do të fitoj edhe libra. Shohim tani se kush do t'ja del.
më qetësi që ti lexojmë dhe ti shohim se kush me imazhet Semra Gjeladini ka fituar 3 pikë, me pyetje dhe përgjigje 35 pikë dhe gjithsejt ka fituar 105 pikë. Ndërsa Muala Halimi me ABC ka fituar 30 pikë, me Pojo 28, me Shkronja 8, me imazhet 9, pyetje dhe përgjigje 25 dhe gjithsejt ka fituar 100 pikë. Ndërkaq, Ensari Seini me ABC 30 pikë, me Pojo 33 pikë, me Shkronja 25 pikë, me imazhe 6 pikë, me pyetje dhe përgjigje 29 pikë, gjithsejt i ka fituar 123 pikë dhe shkon në natën finale. Urime Ensar. Finalistët e kuizit lexo 2016 do të jenë Majlinda Beqiri Dobërdon, Julet Kasami Toplic, Njaftime Ademi Negotin dhe Ensar Iseini Dobërdon. Nata e 4 mbaroi, faleminderojmë kandidatët për pjesëmarrjen dhe u dëshirojmë suksese. Të nderuar, ju falenderojmë për durimin dhe pjesëmarrjen tuaj. Shihemi në natën finale ditën e shtunë 2/7/2016 në të njëjtën kohë.